Ajo që të flisja për Zvërnecën sot lidhet shumë ngushtë me faqet që po hapen për ditë të asaj që ishte planifikuar për Zvërnecën. Dhe kanë dalë çuditëra. Ti thu faqe, i thu dokumentacioneve. Një djalë që është në Amerikë, më duhet apo Kanada, ka bërë një analizë që e gjeni ke hashtagu perfekt, hashtag.al, ka botu dhe Habioni, Hasani, dhe lexova tek Habioni. Ai shpjegonte, masi kishte marrë në analizë gjithë dhënat e projektit, që na kishin rrejt. Të projektit, po projekt, cili projekt? Projekti Zvërnecë. Këta e kam projektin, por e s'kemi pa gjë. Kishte zbërthyer projektin, gërm për gërm, dhe kishte bërë statistikë. Kishte dalë që ishte e rrenë. Ishte shumë më tepër se aq, s'na kanë thënë. Më ishte rrenë që do bënte kështu me demek vend turistik me Ishte rrenë e madhe. Kishte bërë camati ai, Po? në zonën e Zvërnecit. Aty bësh flet për të krimin e një qyteti me zjarr fikse, stacione policie. Ishte një qytet i tërë. Nuk bësh fjalë për resort turistik fare, zero. Qytet në vetë. Qyteti kishte 10.000 njësi banimi 10.000. dhe një njësi banimi mund të ketë X dhoma. Mund të jetë vilë, 10.000 shtëpia. mund të jetë apartament dhe mund të ketë sipërfaqe nga 100 metra katror dhe në 300-400 metra katror. Problemi ishte që s'dishin llogaritë. Ç'kuptim? Këta thënë do bëjnë ca vila të bukura. Aty bësh fjalë për pallate. Pallate. Shumë katë. Sepse në llogaritë që e kishte nxjerr, llogaria ishte 1. Nuk ishin treguar metrat katror për rrugët. Metrat katror për parkingjet. Metrat katror për lulishtet. Nuk ishte treguar metrat katror për infrastrukturën e plot, ndërkohë që 10.000 njësi banimi mbanin diku pe 40.000 banor. 40.000 banor që përfitonin. Po të që u shërbeni. Po zjarr fikset. Po autobuzet. Po shërbimi taksi. Po ajo helikopterëve, stacioni helikopterëve. Po jahtet. Po varkat. 50.000 plus minus. Jo, vaja bësh fjalë për linjës, për pas metra katror, nuk ditë llogarinë. E vetëm llogaritë di si dilte? Se vetëm parkimet ishin në shifër ekstreme. Bësh fjalë për pallate me 10 katë. Pa ishte qytet, sepse s'dishin llogaritë e metrave katror. Pasi një godinë s'mund të gjithë shumë i godinë tjetër. Ndërkohë gjithë brimi zhduke, për flamingos po është po fjalë se s'do kishte vend. Pa ajo që s'tregoi fare ishte edhe urat e zeza, pishinat e tjera, sasia ujit që të përdori. Vlora s'do ishte kur ujin më me sy. Bësh fjalë për një koloni që do thithte të gjithë energjinë e gjithë shka që kishte rreth rrugë. Në kuptimin jo energjinë elektrike. Atë po e po. Ujin, Shikon e urat e zeza. Ku do shkosh në urat e zeza ishte pyetje. Lene një aty tje. Llogaritë i qatë tjetër. I qërë janë atë tjetër. Bidonin tjetër. llogaritë e një qytet E kemë. sa lezet ka ke parasysh ky regjisor. Vërë qik pjesa 2. Çfarë mrekullie, si po rritet, ke parasysh e zakonshëm. Dhe koncepti më i madh që ta hiqte truri fare në gjithë histori ishte që ajo që nuk mund të fshihej dot ishte që bëhesh fjalë për një qytet të ri në Shqipëri që s'ishte me shqiptar. Pyetja ishte si do krijohet ky qyteti me banor, 40.000 banor, që s'mund të jenë turist. Se të blesh shtëpia. Për deri 2 javë nuk shkon atë.
Çan këta njerëz që duan të jetojnë ngjeshur me njëri tjetrin për pushime dhe blekan vila të shtrenjta, pallate të shtrenjta, shtëpi të shtrenjta. Pra, doli lakurish teoria jon e fillimit, që e tham që në fillim dhe teori konspirative antisemite, që bësh fjalë për një koloni izraelite. Sepse vetëm ata kanë nevojë për ndërtuar geto, se ashtu jetojnë ata. E kanë pas gjithë jetës. Si kanë ndërtuar getot kundër tyre, një janë ata që kanë ndërtuar getot për vetën e tyre në gjithë historinë e botës. Është e vërtetuar me fakte, me prova, me dokumente. Dhe bësh fjalë për një qytet të plot të pavarur jashtë jurisdiksionit administrativ të Vlorës. Kishte administrimin e vet, kishte strukturën e vet, me varaj e vetvetja. Pra bëhesh fjalë për një qytet me pallate 10 katëshe, duke marrë në konsiderat edhe një element tjetër, që ajo zona nuk është as e rrafshët, është dhe e lagësht, është edhe me probleme. Këta do ndërhynin aq thellë, do ta shkatërronin totalisht çdo element të fjalës zonë natyrore. Sepse ndërtimi i një qyteti me 10.000 banor, vetëm shtëpiat marrim ne, por nuk janë shtëpiat. Është infrastruktura e një qyteti. Kanalet e urave zeza ku do derdhesh? Po sa kanale do ishin bërë, po sa thellë do ishin shpuar? Po qytet në veten total, më është investim pa fund. Pikërisht, kjo doli. Për mi Martin tash, të bësh një qytet, një zonë siç është ajo aty, me 1 milion probleme. Tash o duhet të jesh budalla ty futesh asajt. Po them kot, nëse do shpenzosh 1 milion euro, aty duhet të shpenzosh 5 milion. Po. Ku është interesi fiks pikërisht ka ajo zona? Sepse ajo zonë plotson trekëndshin e Hormuzit të Adriatikut. Çdo thot plotson Hormuzit. Zvërneci Nuk ekziston pa Shaliman me Sezan pas Zvërnec. Është zonë ushtarake. siç e ke thënë gjithmonë. Dhe unë thjesht kam cituar ekspertët që janë marrë në këtë fushë. Pra, nuk ekziston Zvërnec pa Sazan dhe pa Shaliman. Nuk ekziston pa Shaliman pa Sazan dhe Zvërnec, nuk ekziston Sazan pa Shaliman dhe Zvërnec. Domethënë pak rëndësi ka legët që shpenzohen aty, interesi është trekëndshi kryesor. Do thot kontrolli i Adriatikut dhe kontrolli mbi gjitha i gjeopolitikës ushtarake të NATO-s në mesdhe, në favor të Francës, në dëm të Gjermanisë. Kjo është arsye pse Rama ka marrë dënimin me kohë nga Gjermania, do duhet të krijohen kushtet tona që të veprohet, sepse ata s'mund të përmendin do të tolle problemesh me Izraelin, se e kanë ndaluar me ligj. Dhe ne jemi mjeti, protesta jonë, që të çmontohet Rama, pa i bërpizduar Gjermania me Izrael. Pra, koncepti thelbësor është, kemi të bëjmë me prova dhe fakte, që Zvërneci ishte një qytet. E një të gjysh për Karavastat. 20.000 banor tjerë. Prap qytet tjetër dhe. Vazhdojmë. Bëhet fjalë për zullat të tëra në Shqipëri, që do bëhen në formë resortesh, Do janë qytete. po që kur bashkohen bashkë bëhen qytete. Pra fillimisht Ka të gjithë. me turizmin, në pretekst e turizmit, ndërtojmë kolonitë bregdetare. Nëpërmjet ligjit tokave bujqësore, Kemi paketës maleve, Tan- kadastrës fiskale dhe politikave për zhdukjen e blegtorisë, ndërtohet hapësira bujqësore e çufave. Shkurt muhabeti, shkurt muhabeti. Edhe porti i Durrësit, që ishte planifikuar të bëhej Alabar, ishte një koloni, sepse këto apartamente që kanë vlerë këta, në një moment caktuar, ata që i printojnë lekë do ja merrin për të ndërtuar komunitete, se duhet të shpjegoj sot. Komunitete, jo biznese, komunitete. Dhe këtu bësh fjalë që në Zvërnec ishte planifikuar të ndërtojë një qytet. Kushner ishte me mbiemrin fake Trump. Mbiemri real është Netanyahu. Që do thot
Ky është një projekt Soros, Rothschild, Netanyahu, çdo të thotë. Në Rothschildët në jatin e tyre vun hartën para, erdhi Edi Rama dhe Kushner. Ndërmjetës ishin dy personazhe. Personazhi A është një që ti mund ta kesh dëgjuar dhe që thon Durrës nuk e njohin, po është armiku më i madh i Durrësit. Quhet Michael Granoff. Pronari i fondacionit fake amerikan për Shqipërinë, që themeluan fondacionin e Butrindit. Michael Granoff është përfaqësues zyrtar i familjes Rothschild me të drejtat plota. Pra ai firmos në emër të tyre, me prokurë posaçme dhe keni të botuar prokurën e tij në faqen hashtag. E gjeni kudo online. Ndërkohë është dhe antar i bordit të një nga organizatave më të rëndësishme izraelite ushtarake gjeopolitike. Ky është Michael Granoff. Ky është një nga ndërmjetësit e Ramës në familjen Rothschild dhe ndërmjetësi tjetër me Kushner ishte Grenell. Bredi dhe shi. Grenell është ai homoseksuali i famshëm që Rama kishte investuar shumë gjëra tek ai. Pikërisht për ta çuar në darkën e Mynihut në shkurt 2025. Dyshtoj me turp. Se e përzun Rama, pra nuk e lanë të fute, i tha në bëhet ftesa jote, është thënë gabim. Kishte lobuar Grenell. Me urdhën nga shtëpia e bardhë u anullua. Pra, ne kishim të bëjmë me një plan kolonizimi që po përparonte me shpejtësi, ndërkohë që ne flenim shumë. Dhe punët e Zotit janë ato që version shqiptarët që nuk e meritonin këtë fatë. Të përfundonin si kurdët, shpëtuar. Edhe më si palestines. Ne ta fitojmë këtë betejë se është përjeta vdekje. Dhe ne s'kem qa humbas, ne e kanë marrë gjithë. Ne do fitojmë se s'kemi qa humbi. Ne e kanë marrë. Mi martin. Zëre se këta e morën Zvërnecin. Një qytet nuk bëhet për i vit për 2 vjet, molla. Si i bi? Pse? A dhutje bën për 2 vjet ata? Varet nga lekët që ke. Nga indianët, Po lekët i kanë, se presin vetë. Varet nga lekët që ke, Po, indianët, sklevrit që ke dhe Filipinas e sklevrit që ke. për punë të krau, për punë, Po, për se kush do punot atyre? Jo, dakord e unë, kjo pjesë. Ka kohë aty të punot me 3 turne. Po them unë, për 2-3 vjet, 4 vjet ishin ngel qytetin kamata me Më fal, urgjenca. do të vi lajme? Në Patagoni, para 2 vjetësh ranë ca zjarre. Dhe u zbuluan që ishin 5 izraelit. Po di që gjithë Patagonia u përzun njerëzit do vdiste nga zjarret. Në Dilka që ka bërë një projekt me Mili, që do hapet një qytet me 300.000 banorë, të gjithë izraelit, koloni, Aty, Patagoni, në Argentinë. mëra dogjo. Dhe ndeshja Spanjë-Argentinë ishte ndeshja midis botës dhe Izraelit. Dhe gjithë bota ishte me Spanjën, si ishin gjithë kundër Izraelit. Sepse Izraeli kishte nxjerr Bibi kupën që do e merrte Argentina. Këta i kishin bërë pisliqet e tyre, po ato me Zotin si bëjnë dot ato. Dhe fitoi Spanja, sepse ishte gjithë bota me ta dhe ishte Zoti me ta, kundër djallit që ishte Argentina, që përfaqësonte këtë koloni dhe këtë marrëdhënie me Izraelin. Dhe ty do ta dish gjë, kërkoni online mbi ndeshjen Spanjë-Argentinë dhe do shikoni që ishte një ndeshje ku gjithë bota ishte me Spanjën kundër Izraelit, jo kundër Argentinës. Sa se konsiderohet të margjin kolonia e Izraelit. Me këtë flakën e ka kështu si stil kalla? Se shta kemi pasën edhe neve dhe... Sa po ka dalë lajmi që në Europë është zbuluar që zjarret janë gjitha artificiale. Sa po ka dalë, sot ka dalë lajmi. Të gjitha zjarret në Europë janë artificiale. Edhe në Francë të ishte... Po në Francë, në Itali, në Francë, dokument zyrtar janë artificiale. Dhe diti si veshin zjarret në ato mënyrën makabre, me mace. I vendin macës këtë bishti zjarrin, pra atë pishtar, si quhet, leckën me zjarr, dhe mace nga Afrika este dhe shpërndan zjarri gjithanim ty, dhe sa digje dhe vetë. Kush i bën këto? Kush ka bërë gjithë jetës? Ne e dim.
Po pse i veshin zjarrit ishte pyetja? Që ti blenin lirë tokë. Me për zonë njerëz. Pa i vu zjarrin gjithë Havajt, do që gjithë zonën e indigjenëve të Havajt, mamen atere, që s'leshin policia me boas dram. Pse s'leqin me boas? Si shpjegohej që ishte djeg gjithë lagja, po jo pemët. Ka qenë e fortë. Nga lartë poshtë, dihen teknologjitë ekzistojnë me rrezë lazer, fokusohet pika, idhet nera ajo, aty dhe kontrolluar. Ke pato dronët që edhin zjarë? Kush i vën zjarën? Ti e thosh. Në Patagoni është zbuluar, është faktuar, është provuar. 5 njerëz ishte. 5 izraelitë. Shiko, është bo trend zjarri ke neve u bo këto vitet e fundit. A thu se do ketë një gjohë tash i për gushta? Pse të mos dyshojnë? Edhe ato 4 milion euro ikën kej. Pse të mos dyshojnë? S'ka fonde për me. Pse të mos dyshojnë? Kami ne arsye të mos dyshojnë? A është e vërtet? Se dim. Pa kemi të dyshojnë. Po. Por dhe se kanë bërë në Patagoni dhe janë morën kolonin? Po mi më bërë, shiko. Mu më po përshtypje i diçka. është i gjithë pylli flak. Zjarë fiksa poshtë me ujë, helikopter lartë edhe nga i kohë ujë, që s'ka shansë pa u djega ajo të shushti. Dhe bëhet dhe pyetja tjetër, përse nuk vjedhin lekë e zjarë fiksa ta, po thjesht nuk i harxhon as lekë. Këta vjedhin që ta neve. Pse mos bëjnë ca tendra dhe vjedhin ca lekë në fushë të zjarë fiksa? Se janë detyruar të shten makina, të shten. Jo, pastaj të fiken zjarret. Po pra janë detyruar për të vjedhur, janë detyruar të fiken zjarret pastaj. Shiko, ajo që unë po të tosha, u bo ca vite që këta, si që kanë prezentu një teknologji, kështu është ai tip solucioni më buri top kaq, me vakum, diçka e tillë, si që këpatën lançu këta, është flaka këtu vërdall komplet, ka që kishte ai çik më të madhe se domatja, e merrte këtu, papja bote, puf u hapta atje dhe si që ishte zjarë, shlup sigur e ishe me dorë. Shko, që është kjo që thotit, do me nalon pas zjarëtin, do me shpëtu pyllin ti? Po me kanë bua ta, jo. Po kanë bua mërë vla, po jo që shpëtosh pyllin ti, shpëtu duhet djegur, s'na duhet toka. Duhet vrasim lektorin, duhet vrasim shumë gjona, ne ho, qa planesh kemi ne. Vla, Shqipëria ishte planifikuar për të bërë e tillë. A do bëhet? Kjo do varet vetëm nga ne. Qofse Rama, datë 30, kanë plan. Me bo zgjedhjet parakoshme do thotë që nuk është luftë zgjedhore, as për demokraci. Është luftë kundër pushtimit. Që do thotë ne si shqiptarë nuk mund të trajtojmë këtë çështje demokracie drejt njeriut. Ktu bëhet fjalë për ekzistencën e kombit tonë. Sepse Rama i ka firmuar zgjedhjet, duhet të çojë deri në fund. Pra, në qoftë se ndatë 30 qershor, ai 30 korrik, ai guxon dhe bën mocion mosbesimi për të dhënë dorë që të shpallet shpërndarja e parlamentit për zgjedhjet parakoshme, të gjithë ata që do të jenë pjesë të kësaj loje duhen të konsideruar armiqtë e Shqipërisë, do të trajtohen si armiqë dhe tradhtar. Dhe për armikun dhe tradhtar ka vetëm plumi. Sinqerisht, këto po citoj si fjalë. S'janë të mia. Kushdo që do bëhet pjesë të kësaj duhet të mendojë që ka të bëjë me luftë për shtrim kombëtar në atë moment. Kundër pushtimit dhe varet se cilin tant historisë do jesh. Do jesh ke pushtuesit apo ke mbrojtësit. Unë jam ke mbrojtësit, dhe kam darë trurin. Le të jetë ku doj, kush doj. Të paktën mos ta bëj pyetje pastaj apo pse. Dur për ikonia. Ka ndër gjak 1 vjet shqiptarët për këtë vend. Mas është radha jo. Po dhe tradhtarët nuk shpëtojnë, s'kan kurrë. Po mirë Altin, ky projekti i Zvërnecit, se të shgoxha e frikshme burë. Por e ke fakte dokument vete me polici, me këtë mata, me pak fjalë shtet në vete ma. Me bashki besë mëjna o me dzika i ka ajo. Po Zharet Kushner është ambasadori i kolonizimit Shqipërisë. Është thjesht fake emri Trumpit në këtë mes. Është rrend. Familja Kushner nuk quhet Trump, quhet Kushner. O po ka Ivankën e Trumpit. Mund të ketë çfarë të doj, 4 vjet su taku me Trumpin, as Ivanka as Zhareti nga 2020 deri në 2021 deri në 2024. U detyrua të përdorte Kushnerin kur i vuri kushti Izraeli, Bibi Netanyahu, Trumpit që duhet negociator të ishte ky. Trumpi e vuri atë, po kjo do thotë që familja Trump
ka marrë Sazanin, është familja Kushner. Nuk thotë që Amerika ka marrë Sazanin, e ka marrë Izraeli. Tash ky projekti a ka rënë? A Jo, është akoma? E më që tha Rami. Më nxori VKM. Tash jo vetëm që e marrin, por ka dhe ta blej. Bësh fjalë për të blerë tokën Me euro. me euro. Tokën publike, se që ka dalë që është bërë me falsifikim. Marrja e tokës pronësi të disa personave. Ma të ligjin e famshëm? Po, atëherë ç'bëjmë? Bëjmë? Japim garanci projektit. Dhe si japim garancinë projektit? Bleja. Kjo është tokë publike. Atëherë ti mund ta blesh me 1 euro. Besoj më kuptoj. E bukur është vëlla që me blet toka vetë me 1 euro do të më bëj Izraelit, se ndryshe s'bohu qa dush, S'bësh ta dot. jepën. S'bësh dot. S'bosh dot. Edhe fëmia i Ramës, që po konvertohet sipas Ramës, në fakt konvertimi tolerohet vetëm për një shkak. Vetëm për një shkak. Për këtyne dilleve, Jo. Vetëm për një shkak. E di Rama shkak. A kanë shtëpi shkak. Ose më saktë, i ka ardhur ke shtëpia shkak. Vazhdojmë temën tjetër. për ta mbyll. Muhabeti i Zvërnecit është totalisht gjë tjetër, nga ajo që dishim neve. Është komplet. Është shumë më e frikshme. Jo, ne e dishim që ishte koloni. Po jo, Se dishim me për detaje. masat. Po. Për masat. Nuk e dim që ishte vetë administrim. Nuk e dim që ishte geto. Nuk e dim që ishte koloni. Dhe tash në fund, Dishim që ishte koloni, po nuk e dishim vetë administrim. okay, po tash në fund i zhytje dhe i VKM, ky edhe Jo, ky mund të bëj 100 VKM-ore. 100 VKM, s'ka vlerë. Më besoj se nuk ka vlerë. Kjo punë të ndahet me gjak. Sinqerisht po ta them, qofse ky kam plantat që deri në fund. Sepse kjo do jetë çështje lufte për shtëpinë kombëtare, asnjë s'do na gjykoj dot. Prandaj edhe ka skenarin që tha e kinezi, me bo luftë me Serbinë për të na prodhu popull refugjatësh. Pa na tha dhe i Vučići, ushtri serbe, zyrtarisht, Kosova është e jonë dhe ta mbrojmë me gjak. sa larg mi me në gjonat e futa dhe këtë, futa dhe atë. Ej, sot e vaj. Në talë për hajem. Do na dalë, kena zotin me vetë, ata kanë djallë. Kjo ishte informacion për zotin që Problemi ishte ati djalli, kështë bërë analizën, zgudzon të i shkreti, se kështë frikë se po shushin nga puna, thoshte, ore qytet, po kush ka lujtë me të shpeshku të kry qyteti ka që shtrenjë. Zgudzon të i shkreti, se po shushin nga puna ati. me Po, komentu. Jo, me e këthonë, në lëndë nuk kuptojë fare, asë të thoshte iqë. Ti është regonte, aj sa duhet që të vazhdojmë narrativ. Shishu që pas ka bo, Po ja. shishu që është atjerë, që shenë këtu hanë vete, po. Ne hoqëm postrat sionizmit në Shqipni, kolonizimit të Shqipërisë. Se kishim Reuterin aty, që ne jemi zgjuar, si me budallet. Ne dishim që Reuteri do na mbyllë të kamerat, po të merreshim atë muhabet. Ti e kupton që këta kanë kuptuar që problemi që këta nuk e zgjidhin dot është një kategori njerëzish që kanë ndarë përmendjen me jetë me këtë punë, që se ndajnë, që se vrasin në farë. Kjo është arsye pse kanë planë të na sulmojnë këtë javë. Grupin tonë, ne që janë terrorës, protestës. Ne që rrim aty, s'marrim mikrofon, edhe ruajmë. Se kanë kuptuar që për të izoluar komandantin, do të izolojnë edhe grupet që e garantojnë. Dhe kanë përgatitur qendë të sulmit për të kafshuar grupin që bën qenë herojës. Që dhe rrim aty dhe më shofi. Që s'tem pilin qatë. Sa bëhet një pislëk, direkt sinjali, fap. Se është një komandant aty, dhe ne kryejmë funksionet tona, se cili ka fushën e vetë. Altin, para se ta lëm këtë temën, ora, kjo puna e çmimit shtëpiave vëlla. Sa është mesatare 2000
Them rekord, e them rekord. 2140 Mesatarë janë Tiranë. mesatarë janë në Tiranë. Që thot mesatare? E thot De Gaulle. Statistika thot krijon konceptin e mesatares. Për shembull thot, për çdo francez kemi nga i pul. Problemi është se që një ha 3, 2 tjerë sa nasimës. Po prap një nga një quhet secilit në statistikë. 2000 sa ishte ajo 2140 2140 do thotë që kudo në zonë Tiranës, bashki Tiranës, e kuptove? Kudo që t'jesh, ka çmime ndryshme. Problemi është kur mbledh gjitha bashkë është 2140. Që do thotë çmimi ka arritur shifra të çmërshme që s'ka shans njeri të jetojë në Tiranë. Pra edhe më i varfri, që të bëj shtëpi më periferike, e ka çmimin të tmerrshëm. Kaq e thjeshtë është. Me 2 fjalë, projekti Çufave ishte që 30 çmimi apartamente dhe 2 çufa në vitin 2000 kanë përgatitur të projekt. Në vitin 2000 kur Rama u bë kryetar bashkie, i erdhën një çift izraelit si ekspert urbanistik. Në vitin 2003 erdhi një person tjetër, në 2007 një person tjetër. Në 2013 erdhi Ricardo House. Të gjithë çifut, çufa. Të gjithë. Këta kanë bërë plan urbanistik Tiranë që të vi kryqëzimi këtu kursë. E kuptova logjikën. Që ne të mos blejmë për vetëm të shesim. 2140 euro. Robi mund ble vetëm një dhomë gjumi që të vej krevati me fjetë gjumë. Imami shqiptar para 20 vjetësh. Ndërtuan gjithë Shqipërinë ba. Gjithë me shtëpia, jetëshin ke parasysh. Të që vjen momenti, që ka ndërtu, masi ja u kanë prish një pjesë, që ka ndërtu, do t'i shesi. Po, si tu që jam bën punë gati këtyre, Ke për të vilet e bukura që bën emigrantët fshatrat e tyre që janë bosh. I bëjnë sepse duan të kenë rënë, më kupton logjikë. Me ligjin e ri të kadastrit fiskale, si mbajnë dot. Do jenë shumë të gjobitur rënd nga taksat dhe mas 3 vjetësh, për shkak që ndonjëri mund të ketë mungesë informacioni postare etj dhe s'ka pagu taksat, do vi një kompani përmbaruese private e themeluar nga çufët, do të nxjerrin në ankant për të paguar taksat. E nxjerr fillim me 7% vlerës me një zonë kadastrale minimale. Nuk e blen kush, se si di kush që po bëhet parë në shit. Pastaj 50%. Pastaj kur bëhet 30% me çmimin minimal, u krefa. Shkrefa e blen një kompani, nuk e blen një individ. Vetëm kur ta marrë vesh ai që është jashtë, që i shit shtëpia këtu ka kry punë. Sot e morë. E që shqiptarët realisht, kur pjesa më e madhe që janë këtu dhe nuk i marrin vesh gjonat, por nuk dolen, por nuk i thetia dikush tjetër. Imagjino ata që janë jashtë, që informacioni atyre i shkon ato lajme që kemi neve, se që marrin vesh ata. Asi gjë të. Zi që të them. I them refugjatëve hapni sytë edhe në gjoni. Shqipni emisionin në YouTube, se në rrjetet sociale su del gjoj, i keni censuru mande, janë gjonat e rëndësishme nuk i shikonin asnjëherë. O i madh. Gusht shtatori. Ca nga këta ikim me pushime në gusht. Edhe so vallë. Ikin këto veret nordike janë caqe. Janë sidomos ta çnosh si tjerë. Ata kanë qef fresku. Kur që këta që janë dobët, pasaj që e maj trupin formë, me palestre, me gjona, i nga shtatori. Plani për gusht shtator si është të vla? Sot do jap një dajmë shumë të mirë. Ajde, shqyqyr Zotin. Zotin e kemi me vete dhe do shpjegoj 2 gjërat më kryesore të gjithë protestës, që lidhen me aktualitet shtatorit, gushtin dhe shtatorit. E para, Rama
ka ndërtuar një narrativ zyrtare për dekurajuar njerëzit që s'ka më njerëz protest, vin pak. E di si thënë kësaj? Është njësë se thuash që në dimër ka ujë, në verë ka thatësirë. Që ta shpjegoj pak. Të thuash që jemi thatësirë, sepse në verë ka thatësirë, me të thuash se ke në dimër ujë, apo klasin për depozitet hidrocentrale. Normalisht që hidrocentralet në verë konsumojnë energji. Ujin, në dimër mbushën, apo pra verë vjesht. Dimër është koha që mbushën. Në verë përdor dhe gjishtë në dimër e vjesht. Edhe një lumë, në verë ka pak ujë, në dimër ka më shumë ujë, apo pranë verë vjesht më shumë akoma. Për shkak të rreshjeve, apo. Tash të shohësh lumin në dimër, në verë, dhe thua që s'ka ujë, do thotë që tash s'ka ujë, s'është verë. Po ti s'mund thua që ky lum s'bën më, se s'ka ujë, apo. Varet se kur fotografon. Tash çka ka ndodhur? Mashërrim i madh. Kush den protestë? Njerëzit që kanë një lloj liri, apo. Pak dalin administratorët, vetëm trimat. Apo. Administrata i ka pushimet ngushtë përgjithsisht, apo. Vazhdo. Por administrata nuk është zëri bazë protestës, apo. Pak vjen nga administrata. Zëri bazë protestës janë njerëz të lirë, ata që varen nga vetja e tyre, ekonomikisht. Tani, njerëzit duhet të kujtojnë vitin e kaluar dhe 10 vjet përpara dhe 20 vjet përpara. Çfarë ndodh Korri Gusht, Tiranë? Po shtatisët. Cikli i njerëzve, cikli punë është. Uji në verë, pak. Po pse braktisët Tirana? Ky është sekreti. Dhe pse kjo ka lidhje të ngushtë vetëm me protestë? Sepse kategoria njerëzve që vinë në protestë janë pjesa më aktive e shoqërisë. I ke parë fytyrat e tyre. Po. Punëtor, në kuptimin jo punëtor në kuptimin e statusit të ndarjes detyrave në punë. Punëtor nga natyra, njerëz punëtor që punojnë shumë. Njerëz që kanë punët e tyre. E treta që është shumë e rëndësishme, janë njerëzit që Tiranën e kanë vënë qëndrim, sepse vinë nga gjithë Shqipëria, por realisht bizneset i kanë të shpërndarë. Çfarë ndodh nga Velipoja deri në Ksamil, qershor, Korri Gusht? Fillojnë dyndë njerëz nga gjithë anët, apo. Çelën bizneset më dha, shkon na punën e bogatit. Po. Fillojmë të analizojmë. Në verë, në qershor Korri Gusht, ne kemi në Bregdec 1 milion njerëz, të cilët në dimër nuk janë. Janë vetëm në verë. Për shkak se turizmi jonë është detar, është plazh, më kuptove regji. Madje edhe Progrades. Çfarë ndodh realisht teknikisht? Kur ti ke 1 milion konsumator, nuk do presësh ti të vinë konsumatorët nga plazhi në Tiranë, po do shkosh ti nga Tirana te konsumatori. Apo Do shkosh në lokacion. dhe ndërkohë ti ke parë që në dimër shumica e shërbimeve janë me dyert mbyllura. Apo madje edhe supermarketet janë me dyert mbyllura. Të cilat janë dhe networku të madh. Konad, Ke plazhin e Tursit me që kemi këtu afër. Jo më të shkosh deri Miu, po ke këtu afër. Unë po marr nga Velipoja në Ksamil. Pse po marr nga Velipoja në Ksamil? Për t'i treguar njerëzve një kujtesë të thjeshtë informative që Tirana është vendi ku ndodhet popullsia e cila emigron në verë. Po jo gjithë popullsia, një pjesë. Cila pjesë? Pjesa aktive e shoqërisë që ka biznes të vet. Çfarë lidhje ka kjo me protestë? Po kjo është zemra e protestës. Është thelbi i protestës. Është masa kritike e protestës. Këta janë ata që ishin qershor në protestë, që i vonuan dhe hapin e punëve të tyre në gjithë Shqipërinë. Po do gjeni këtu në maj. Ti e mban mend që në qershor ne nuk e kishim qershorin edhe aq aktiv në Bregdec, në gjithë Shqipërinë. Sepse njerëzit nuk po vinin, më pytan Sarand, pytan Ksamil, pytan Durrës. Si është këtë vit? Qershor, the. Dobët.
Çfarë do thotë dobët në qershor? Dobët në qershor do thotë që kishte një mungesë turizmi, apo dhe Rama tha që ja protesta i friksoi. Nuk është e vërtetë. Mungonte edhe shërbimi, edhe konsumatori. Se shërbimi ishte në Tiranë, protestë. Madje vishin nga gjithë plazhet kur vishin, e vishin prapë dhe ktheheshin prapë punë, që i bënin gati. Dhe shumë njerëz në qershor ishin në Tiranë, por në korrik ikën që të marrin familjet. Shku me vonesë. Dhe shku me vonesë. Vazhdojmë. Në korrik gusht, ajo pjesë që ofron shërbimin në rrethe, plazhe flas, një pjesë vjen dhe nga Saranda, edhe nga Vlora, po jetojnë në Tiranë. Po. Dhe vishin protestë. Po nuk mund të rishin korrik gusht Tiranë. Do të shkojnë në vendet e tyre të punës. Më kthehet ai. Sepse me ato lekë në mbaj vitit. Dhe koncepti është që bëni pyetje vetes. Ore këto gjonat që janë të mbyllur me ndimër dhe që hapen vera, a ka nevojë për njerëz? Ata që jetojnë në këto vende kanë lutmësh të jetojnë vetëm me 2 muaj punë? Ata punojnë çdo ditë. Po sa janë të mbyllura? Të gjitha gati të mbyllura. Shumë pak janë të hapura. Zona turistike totalisht. Po çfarë bëjnë këta njerëz? Ku jetojnë? Ata jetojnë në Tiranë. Sepse Tirana është vendi ku jeton gjithë Shqipëria. Shkojnë të gjitha, edhe ai që ka biznesin, edhe stafi punës, se nuk është një. Po. Aty ti bëri biznes shmangën 10 veta. Tani çfarë do thotë protestosh ti për ditë? Do thotë që ti ke nevojë për një numër pjesëmarrësi që të marrë gjatë protestën, apo jo? Po. Më fal, po ku kemi pa ne një herë? Në korrik. Protestë kaq të madhe sa bëhet çdo ditë. Një kemi pa ne 7 korrik, 2022 kemi qenë ne grupi që organizuan PD-n atëherë, me idenë krijojmë një fond shpëtimit kombëtar për të rrëzuar Jon Velin 2023 dhe Ramën 2025. Ky ishte plani, që e tradhoi Berisha, siç e ka zakonin, që bën pazare me Ramën dhe me ndërkombëtarë dhe me oligarkët me gjithë. Dhe prandaj edhe u distancu nga Berisha që në dhjetor 2022 dhe ja thash, ju jeni kioska, ju jeni xhepista. Rama është korporat, i shërbeni atit, opozit fake. Dhe koncepti është që në korrik ne kemi bërë një protestë në datën 7 korrik, që më e madhe po dhe vetëm e korrikut që nga 91, kur u ngritën sindikata që rrëtu Fatosnan. Dhe koncepti është që në vitin 2026, ku jemi ne, protesta është kaq e madhe sa njerëzit du ta kuptojnë. Është në korrik. Që do thotë, ju ka ngënjur që ka thënë ka rënë protestë. Por kundrazi, kush parë në protestë kaq e madhe në korrik? Për ditë, për natë. Edhe fundjavë. Gjitha që në fundjavë. Ikin gjithë në punë. Gjithë gjysma e turizmit është fundjavë. Fiks, plus edhe Tirana lëviste. Fundjavat për shembull ishte bosh, ikshin. Edhe në dimër. Kurse tash është 7 ditë javë. Dhe çfarë ndodh ngusht? Po gjithmonë. Bosh atizet fare Tirana. Po sikur them unë që gusht do ketë më shumë njerëz se korrik. Kjo do ishte me i thy të gjithë të rregullat e ku dëgjon. Edhe Einsteini do kishte gjetur me sy hap. Po realisht kemi bërë një llogari thjesht. A llogaria është 200.000 veta janë vinë në gusht në Shqipëri nga emigracioni. 200.000. Këto janë shifrat e mia, janë të qeverisë. Çdo gusht në Shqipëri vinë minimumi 200.000 veta. Shqiptar në Shqipëri. Rrin një ditë, rrin 10 ditë, rrin 1 muaj, ky është muhabet që ha diskutim. Zakonisht 15 ditë deri në 17 ditë rrin. Tani ndodh një fenomen interesant që në Itali është një kulturë e Ferragostos. Po. Që e di që është Ferragostos, se je kulturës italiane në Shqipëri, dhe unë jam i kulturës italiane, se kemi punu jetë me Itali. Po Ferragostos është gushti. Gushti hekurt. Një gushti hekurt, bëhet fjalë që Itali kemi 500.000 emigrantë. Kanë bërë dhe fëmijë ata, ata llogaritë sa janë. Po kjo fenomeni i gushtit është europian. Nuk është vetëm italian. Ne kemi llogaritur një shifër minimale për 200.000 shqiptarësh që do vinë në Shqipëri. Tani pyetja është, sa nga këta 200.000 do vinë protestë? Dhe sa ditë do vinë protestë? Tash me dhënat që ne kemi, llogaritet që ka 2 kategori. Ata që do vinë me qef që të vinë protestë, dhe ata që janë kurioz të shohin protestë.
Po, ata që janë kurioz, janë shumë, a? Tash këta kuriozët pse janë kuriozë shpëti? Sepse se besojnë atë që shohin me sy dhe ndjen kaq më fjalë të mira që dëgjojnë gjithandej në vendet ku janë. Dhe nuk e din fiks të valla. Kam unë rast, ja para 4 ditësh erdhi miku im nga jashtë, erdhi para ditën, në darget, erdhi në protest. 4 ditë. Ai ka ardhur për protest. Ai janë moshë të dy, moshë të madhe, ai erdhi për punë të veta këtej. Jo, dakord. Por te protesta i kishte ndatë trunin për të ardhur. Ai s'po flas për këtë. Sepse duhet të Po flas për këtë tjetër. ishte kurioz me dite se nuk e dite fiksi çfarë bëhet atje, dite protesta çfarë po bëhet. Jo, e kam fjalën që është një kategori Po. që është out protestës. Por do vinë nga kurioziteti që është shkruar në vendet ku janë. Fiks. Tani llogarit këta që vinë për protest, kap edhe kuriozët. Bëjmë mesatare bashkë. Sa vetë na duan ne në gusht për ta mbajtur gjallë? Po sikur imi veta. 2 na duan. Për ta mbajtur gjallë. Sikur 1. 2. Po them. Ta them dyshim pse. Me llogaritë që kemi bërë, me metrat katror dhe me marshimin, ne na duan minimumi 2000 veta ngusht çdo ditë. Kurse shtunave, që është ditë më e keqe për shkak se ikin gjithë. Llogarisim 3. Shiko, ti thuj që ikin gjithë shtunave. Pa. Po gjithë për cilë e ke fjalën? Për ata që janë në Tiranë, Emigrant. minimumi 13 ditë, deri në 15 ditë i ke këtu. Se të më që për llogarit. E marru me kjo. Në qoftë se një turist, pra, në val, një shqiptar i diasporës vjen 3 ditë në protestë. Dhe këtu llogaritet një që vjen çdo ditë dhe një që vjen një herë. Pra një javë rresht apo një herë vetë. Është puna e pulës me francezin në De Gaulle. Ke drejt. Ne na duhen 2000 ditën dhe 3000 shtunë. Tani marrim mesataren 3 ditë për person. Muaj gush ka 30 ditë. 30 ditë, pisim për 3, bën 10. Pra 2000 herë 10, 20.000. Shto dhe fundjavat, ato 4 fundjavat me nga 1000, na duan 24.000 vetë. 25% e të gjithë. 10%. E 200 nishtës. Po, në 10% i bi. Pra ne na duhet 10 vetë. Po. Dhe se boke me do të me? Jo, bohana pas 10 veta që tu di. Unë mora minimumit. Sikur të vi një nga kalamajt e këtyre që do vi veta. Po ti di që vi me kalamaj, ore? Po numrin ata kur i kap droni i Merobel Bazës dhe i Karlo Ja, Bolis. i ka betën fillim bla. Jo, çën si ka. Pa umlet, se pasaj si kap mu. Çën si ka. Kemi drona neve sa dush. Jo flas për këta. Tani, ne kena nda menjen dhe është i gocë Gisela, është i gocë e papame, është i gocë fantastike, ajo që ka bërë performansë ditën e parë në protest. Edhe kishte dalë dje me rrobe banje. O, e pas videon. Për qef atje mu ke trotuare aty me çadër. E fort. Kukull ishte për kokë time. Ai është gocë yll. Vetë bësh muhabet me të çikën. Qef me pa aty në video. Unë bona Është personazh, këta po shkatërrojnë Ramën. Sepse këta nuk ja ndjen fare dhe janë kaq fani, është dhe Georgina. Edhe ajo tha do e bëj aty gushtin. Me shëznot për qef shpirë. Ej, gotat më të bukura të Shqipërisë. Ti e pe kongën e javës që kaloi. Ka marrë shumë kompliment dhe ka ecë, se ti di albumist Lemec, ka ecë. Po i kam një version tjetër tash që është në ato New York House, e parasysh, në ato që vendosen ke makina, edhe u thon Robi. E vetë ke lokale, e hap në YouTube aty playlist. Sa është një album i një fotografe profesioniste. Ky tjetri s'ka lidhje me atë, është kështu, ke parasysh me 500 vajza. Tash nga një share ti bëj Cecilia, po 500 share. 500 share. Sikur një të bëj. Ajo është një orë. Ata e kam përgatit për qefin tim për një gusht. Që është kështu për të shpërndar. Një kusht. Po. Pa jo jep mesazhin se që të thash. Që s'm kuptoj. Ke plot si drejt. Pra, ajo një orëshja është një orë ku jep mesazhin e gushtit. Që do thotë është një apel. E disa me fat je ti pasaj unë në plek. Sepse në 3 muaj të gjithë datat e funjavave ditështune që kemi pas bashk kanë qenë ditë dhe data të gjitha të më dhënë të specifikume. Ti thu një gusht dhe një gusht që nga bet data 1
E ditë shtune. Në më dhenë, qa të të meni ty? 25, 18, 11, 4, ku di gjohë më bërë, i ke pas, janë të gjithë datat. Punë të zotin, si janë punë të robi. Më të ti do me nëzjerë është atë, dhe nëzjerë ditë shtune duke unë prapë. Si që nëzore rrasë si kaluar e tjetër. Qera prap, e shtun. I madh. Dhe kjo këngë që do sjellëm të këtë javës tjetër, Javës tjetër. Kur e thu kështu javës kjo tjetër. është 1 orë, është muzikë për të vënë në makinë kur u thon. Duke i kujtuar njerëzve dhe në tekst. Sheshi. Do me thënë, u kujtojmë nevojën që ka sheshi për ta, dhe për ta bërë këngën sa më, si tush, ose mësa atë reklamën, njoftimin, sa më të kënë është bërë më atë formë që ka një 500 goca të bukura të protestës, një pas një fotografi të ndryshme të marrë nga gjitha rrjetet sociale, që vazhdimisht kujton, dhe ajo do jetë ku ke Radio Shpreson dhe radio tjera, edhe si video mund të dalë do kush ta ketë tu, si audio kush do me pëtresh, se ka kollaj, ta përdori, pa harxhu internetet tjere, makine tjere. Koncepti është ky. Zoti na ka pa. Ky përzuri shqiptarët, do na përzon dhe në tjerët. Në gusht, diaspora do e mbaj gjallë protest. Më kuptove. Kur të thash unë që do ngjesht që edhe Einsteini ngel me sy hap, Punë të sotit. shude. Sepse është bë një kalkulim aq i bukur, që ti e shpjegove, sa që kur thullën punë të Zotit i ve vunë, që Zoti ka 3 muaj që ka dhënë. Tash të vish Shqipëri, vish Shqipëri nga ana e anës, se mos bësh një foto në bulevard protest, Jo, s'ka do të thonë që s'ke qenë. Në protest, s'ke qenë në Shqipëri do të thënë. Fiks. Jo në protest. Shiko, e dikush Se ai do ja bëj foto pa nxjerr fare në Facebook me ja tregu robëve ke punën. Shikoj isha unë. t'ja tregoj ai sepse, shiko, unë pata para 2 javësh pata në bëm një puntat, është me një gjermane, që e din veten 100% shqiptare, dhe s'kom pa shqiptar në atë lloj forme si ajo, më kupton? Domethënë, e do të Shqipërinë aq fort, sa që mu dukte vetja, ku di gjohën? Oj, ke pas. Në Filipinë. Oj, ke pa. Në mënyra se si e donte kjo Shqipërinë, kishte mësuar të shqip. Isha pardje me shokun tim duke bë muhabet deri në 3 natës për këto gjojna. Po. Dhe po rriqëm ke galeria. Nga ora 1 natës kalon një burr me 4 kalamaj. Dhe kishte qef më prezantu në ta dhënë dorën. Kishte qef me bë dhe foto dhe i thash është nder për mua. Dhe na tha që kishte, i thashun 4 fëmijë, të tutje të 4, jo un kam 5. 5. Tash përmendova gjithë fëmijët flisin shqip. Por Ishin mosha 4 vjeç deri ke mosha 10 vjeç, 11 vjeç. Kishte edhe një të vogël fare. Ishte nga Vlora. Dhe po thoshte që kishte votu Majtas. Po ne na ndiqte rregullisht podcast për 2 vjetësh. Dhe nuk ishte më Majtas, kuptohet, as në 2025. Dhe kishte 5 kalamaj që flisnin shqip. Ishte martuar, ishte vajtë në Itali para 20 vjetësh. Fëmijët e vet në flamur shqiptar. Edhe i tha babi, ky është e gjatë që ndjek unë ke YouTube, dhe ata më kënaqë, dhe njëri po prezantu dhe me emër, ke parasysh, unë jam filanjes. Pra në atë familje, ata e kishin shkuar nga Shqipëria. po, Po kishin 20 vjet atje. Fëmijët kishin linë në Itali dhe. Ata ishin patriotë. 5 kalamoj. Dhe sinqerisht ai tha i fjalë. U rregullofshin gjona se do të gjejmë mënyrën që të jetojmë edhe këtu, se këta fëmijë, ky është vendi vet. ka thënë lafë të madhe. Më fal, çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Zoti ta ka ndëshkuar se si mi sjell. Po s'na ka eliminuar. Na ka ruajtur. Dhe na ka lënë Të zgjidhim. Shqipërinë me vete, ku ne shqiptarët jemi populli që integrohemi më shpejt nga të gjithë. Po çu diru që rrugemi shqiptarën shumë fort. Dhe kemi një patriotizëm, ky kishte ardhur në protestë vlla Po, me gruan
Me peska, pra ky nuk ishte më ishte vetë i shtatë. Për ne po të tosha. Gjermania kishte ardhur postafat, jo kishte ardhur, po ajo vjet gjithkohës, edhe çiko çallë reklami i bën Shqipërisë ajo në rrjetet sociale, është me lut menç. Gjermane. Më 7 vjet ajo, jo një, po 7 vjet që gjëmodhe Shqipërinë. Dhe të gjithë gjermanë që kishte ke puna, kishte po gati shqiptarë se kishte mësuar shqip. Dhe vetë gjermanët kur kjo lëvizte këtej pritin kur çote kjo në një gjë të bukur nga Shqipëria, domethënë shqiptarët që janë jashtë, kur të vinë, nuk po them të gjithë, po 80% do vinë ke protesta sepse italianët që kanë miqë shok atje, që kanë 3 muaj që përflitet muhabeti protestës, flasin ata me italianë, me miqt, me këta, kanë marrë vesh italianë dhe gjithë bota se çfarë po bëhet, i kanë pyet këta sepse ti je shqiptar, do të dish në një gjokë veniot, më kupton? Nuk mund të vim Shqipëri të kthehet ai ti do të shikosh se si isha atje. Pa foto. Po, sepse do ja tregoj atyre këtë. Po, e para do një të keqje, se do ta direkt do ta pyesin ato ora ishe, ç'a bune, detyrimisht, s'po them që të postë rrjete sociale më vrapë, që ora s'ka nevojë më, do ja tregoj atyre këtë celular. Ashtu, sepse do një të keq kur të shkoj. Po fëmia zi, thotë babi, ku do shkojmë atje? Po gjithë shokët. Po shok të kalamajve. Pra e kuptove që kalkulimi që kanë rritur dynjan duke thënë ka rënë protesta, ku protesta është më e madhe se kurrë, se ti je në korrik kaq shumë. Harro një që është korrik. Ndërkohë ngusht kemi këtë përforcim, këtë serum. Ca njerëz që shikoj që ta kuptojnë këta. Kur del ai droni që tregon atë orën 6, 7, 8, që është pak njerëz. Tregon vetëm atë sheshin, nuk tregon çfarë bën. Kur bë fjala pak? E di kur bë fjala pak? Se krahasojmë me 2 shtunat e mëdha ne. Jo, e tregon. Jo, e kam fjalën që është krijuar tashmë një pritshmëri e lartë për protestë. Që kemi harruar që janë bërë qershor. Po e drejta ajo. Jo, du të them këtë. Sa njerëz ma thanë tamam. E patëm sa video me dronë sa sikur ka rënë protesta. Shkum të ditën e parë tha aty, të sheshi, kishte pak njerëz në fillim tha, njëjtën. Pastaj kur fillu me esta, se ku mush tha. Nuk e mora vesh. Po aty mësova dha këtë, tash se vapësh atë piqesh në diell. E mësumta që para se të filloj marshimi, nuk rishin njerëzit dot aty ke sheshi me vdek vape. Rishin ansorë për hije, për kështu. Kanë dhe një arsye që s'rrin aty. Sa fillon të dha? Kanë dhe një arsye që s'rrin aty. Cil me atë mikrofonin? Jo. Edhe mikrofoni është për një problem. Është çfarë më nde. Po më shumë nga gjitha është fakti që kur rrin aty, patronazhistët e kanë me nge. Kur fillon marshimi, e humbasin avantazhin patronazhit, se janë lëvizi. Po. Dhe është dhe kjo një motiv. E treta është që njerëzit e kanë kuptuar që marshimi është pjesa më e bukur e protestës. Po tash të vish në ora 7, ti ke shtëpi në ora 11 natës, 12, se 11 nga aty nga sheshi. Po kur shkosh 12 4 orë. Po. Tash është shumë vështirë të 2 orë, e lëmë 4 orë. Pra, në kom. Është rrën e madhe që ka rënë protesta. Protesta është më e madhe se kurrë. Sepse jemi ngushtë, jemi korrik. Është si puna e lumit. Ua, ky lumi s'pas ka ujë fare. A dhe ti thorë, në verë është i tharë fare kë, pas ka ujë. Imagjinon në këtë 50 e kusur ditë që jemi në sot. Që kemi thyrë rekord europian. Kishte qenë janar shkurt, mars, që dhe ishte bo? Për këtë po them pra që shtatori, këtë duhet t'ja plajmë sot. Shtatori është i papam. Fix. Shtatori është gjigant. Shtatori ka për të qenë një tmerr i vërtet, prandaj kam frikën Ramës da tret korrik. Mos ta bënej proçk. Me Berishën, me Agron Shenj, për t'i dalë me Ratik Lapaj dhe me këtë Arlin Qori. Të gjithë kanë shprehur gatishmërinë për zgjedhjet parakoshme, me komisionerët e PSPD-s, me pajisjet Smartmatic George Sorosit, me policinë duart e Ramës, me patronazhimin e Ramës, se të gjitha janë plera që kanë partinë para Shqipërisë. U intereson se sa deputet do marrin, jo çfarë i bëhet Shqipërisë. Klasë kalpur politike e gjitha, sistemi kalpur politik. Dhe gjitha janë pjesë e sistemit në mënyrë politike.